Rruga nacionale e cila fillon nga Vllahina drejt Poçemit dhe pas lidhet me aksin Levante-Pelen ka pësuar rishqitje. Në afërsi të fshatit Kocur, ky segment rrugor ka rënë vetëm një vit pas përfundimit të rehabilitimit total të tij. Banorët e fshatrave që ky aks lidh vënë në pikë pyetje cilësinë e punimeve. Sipas tyre, duke ditur që në shumë vende toka është e rrëshqitshme, segmenti duhet të fortifikohej, ndërsa banorët konfirmojnë se kjo rrugë është ndërtuar pas një standard apo bariera mbrojtëse. Ata theksojnë faktin se në rrugë është hedhur vetëm një shtresë holl asfalti, ku brenda pak vitesh ky segment për shkak të cilësisë së punimeve rrezikon të dalë jashtë funksioni. E vlerësoj keq për arsye sepse nuk është me parametrat e duhur. Pjesën e gjerësisë saja nuk është me parametra. Dhe në shumë vende që ka pasur nevojë për të bërë drenazhime, për të bërë, nuk janë bërë dhe nga koha në kohë, si vjetë që bëri shumë dimër, ka shkarë në 3-4 vende. Pse ai që bën rrugën e shikon terrenin, cili është ky terreni? Po ky terren kërkon që ti bësh drenazhim, ky terren kërkon ti bësh mur nga lart gjithmonë që vjen në pozicion. Ajo ka shkarë në disa vende këtu, thonë unë se kam parë para një 3-4 ditësh, më thanë që është këputur këtu, direkt është këputur. Unë nuk jam specialist, po bën vaki që edhe ta dëmtojmë tepër. Bërë cilësi e dobe, nuk më thonë që firma është kthyer prapë mbrapsh, po si që bëhet në Shqipëri, shkele shko, merë parat e ik, edhe absolut cilësi. Po i mirë është, i shërben komunitetit. Po ka shpajnë sa probleme ande i ka pasur edhe gjatë kohës pa bërë ajo. Se shpajnë se i ka pasur sot, po edhe gjatë kohës pa bërë, pa shumë ka qenë. I toke pa qëndrushme. Pa jo që ka rënë atje, nuk është puna se ka fajnë ai që ka bërë. Ka qenë vetë, edhe është toka. E pas të duar mirë që në kohët. Ajo është tokë që nuk është puna se ajo ka në vend, ajo vjen që nga lartë. Ajo dhe të bëhet në investim atje dhe lumja nga poshtë dhe vjen dhe nga lartë. Nashi po të bësh në qëka du na i prit në lumja atje dhe mundet. Duhet bërës. Ajo që ta lësh ashtu, ajo kot ju bërë rruga. Kjo rruga e Koculit që vetëm po qem. E para është e ngushtë. Ka rrezike më çdo vend, më çdo kthes, në çdo drejtim, nuk mbehet dot me makinë. E dyta, ata e kanë lënë pa kanalizime vende. Dhe ujë kalon mbi asfalt. Teatra që është rrëzuar te lumi afër lumit, pa mormbash, nuk është kjo rrugë. Janë 3 rrugë të tilla sepse nuk duan të harxojnë ata. Të prishet, do marrën prapë. Po si kryetari i qeverisë, nuk ka i ka dalë një problem me ato balluke pa balluke dhe sa du i di se në balluket, vate ajo punë, diqa unë. Nëse kjo lidh Fierin të Pelenën. Sa do të zgjas me këto punime që janë ndërtuar duke parë fakt? Me këto punime kjo një 3-4 vjet. 3-4 vjet? Po. Ti parashikon që të kthehet prapë në gjendjen që ishte më parë? Po si, unë do punoj atje si pensionist që ta mirëmbahet. Se ata po kaluan një herë s'kthehen më. Duhen marrë masa? Duhen masa, bën masa, po ku do i marrë masa? As unë as ti si marrëm dot sepse ne jemi bishti kavallos. Dhe dikush është bishti kavallos? I kalit karros. Për ne ai ka vënë institucionet e tia për të vjelur vetëm taksat. Të vesh të kërkosh kam një hall, thot, paguan qik detyrim e zotëri. Pastaj do të sqaroj unë. E mirë i paguaj unë. Ikën bashki. Bashkia thot i pyet ata qeverinë. Kush është qeveria? Mund të jem unë se s'ka njeri qeveri. Bëhet fjalë për një segment rrugor nacional 15 kilometra të gjatë, ndërtuar për të qenë një prej korridoreve lidhëse mes rrethit të Vlorës dhe Fierit. Projekti për ndërtimin e rrugës është i qeverisë shqiptare dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, financuar nga Fondi i Zhvillimit. Firma e cila ka realizuar punimet për ndërtimin e kësaj rruge është Kryqimi 07, ndërsa fondi për rehabilitimin e saj është mbi 4.700.000 euro të rinj së bashku me TPSH.